Eliz, me që u tha që edhe me ligjërimin e fundit në disa shkolla, ka ndodhur një gjë e papame, po më edhe unë vetë ka lexojsha, nuk besojsha që ka mundësi mund me ndodhë një gjë e tillë. Po megjithatë ne do të pranojmë një fakt që ata na i solli dikush këto. Kush është ajo NGO që e ka pru këtë ekip me e bo atë ligjërim në për shkollat të Kosovës? A keni informacion? Unë me thonë drejtën nuk është që kam shumë informacion se s'jo marrë me pjesën e OJQ-ve që ka kanë bo. Për mu janë dy elemente... Sepse në përmes një OJQ e ka ardhe. Për mu janë dy elemente shqetësuese. O shumë e rëndësi mu shpjegu, dhe më thonë, janë gjitë emnin, qofë se i kumë pru, me thonë, qëne, ata e narë kanë ligjeru, veç jetoni i ka pru. Po. Sepse s'pedina kush në i solle. Për mu janë dy çështje. E para, për mu shqetësimi parë është nëse nuk është shqetësim kur dikush spjegon se çfarë sistemi juridik ka Kosova. Dhe nëse për te sistemit juridik të brendshëm qenë ka edhe një gjykatë të themeluar për çështje të caktuara me dhoma specializuar që operon në kontekst ndërkombëtar. Për mu shqetësim është kur bëhet një gjyq interpretativ brenda vetë një ore mësimi, çfarë kemi dëgjuar, domethënë ato se çka kemi çka kanë qarkullu domethënë në për media sociale, me qenë se s'kemi qenë pjesë domethënë për ato orë ligjërimi. Kjo për mua është shqetësimi, domethënë kur në brenda një kurikule shkollore flitet, diskutohet, thjesht bëhet një gjyq, simulohet një gjyq dhe një interpretim, një anshëm. Çaq më shumë kur bëhet e rrit dyshimin, çaq më shumë kur bëhet në mënyrë klandestine. Tash këtu edhe këtu po du me dalë, a është bën në mënyrë klandestine, a është bën në mënyrë të organizume, cilat organe e kanë ditur, kush e ka ditur, kush se ka ditur. Unë, me gjithat jo me prirun, me mendu që në shpitane së në të hinë dikush me zërë, pa e di dikush, apo, edhe nëse në atë shpi kanë hi, dhe me thonë me zërë, dikush duhet me dalë, me kalzu që kanë hi me zërë ata njerës. Nëse dikush ja u ka qelë derën edhe i ka fut aty edhe i ka kriju hapsir për diskutim e dialogim, atër dhe duhet me dhonë përgjithsi, dhe këto e në halkat e përgjithsive tona institucionale, që ky rast mundet me nasil të shumë raste që ndoshta në një formë ose tjetër kemi dëgjuar se si rinia jonë shumë shpesh, si me thonë, vendoset ose gjuhet në një kontekst të një tokës kështu të pleshme për me mjell fara, çfarë do qofshin ato, duke u ekspozuar karshi aktiviteteve që nuk janë kurikulare, e që nështë ta prindrit jo gjithmonë e dinë se çfarë bëhet. Dhe për mu, ky veprim, mendoj që duhet me qenë shqetësim jo si veprim per se vetëm për gjykatën, por se çka mundet dhe çka ka ndodhur edhe dikur në tjera kontekste në shkollat tona të mesme ose dhe në fakultete. Pse? Sepse në emër të idesë mësimit jo formal, aktiviteteve ekstrakurikulare që janë të mirë së ardhura, sepse vetë punoj në arsime dhe e di sa janë të rëndësishme, nuk ka mundësi që me këti lloj lehtësie të hyjë çdo mekanizëm nga jashtë, çfarëdo lloj organizate ose individësh, grupacionesh caktuara dhe të jenë të servuar aty jashtë kontekstit mbi të cilët është normativi ose kurikula e miratuar nga një institucion zyrtar që duhet ta marrë përgjegjësi për atë çështje. Prandaj për mu janë shqetësime kështu me nuanca, shumë gjana që ky rast mu mi ka sjell përpara për me kuptu se çka po ndodh në shkollat tona vërtet ose çka ka ndodhur ndoshta dikure që s'kemi qenë mjaftueshëm të vëmendshëm, sepse në fakt na si shoqëni edhe e kemi një farë s'pa them zanat, me thonë një farë shprehje që ma shumë merremi kështu, jemi me pasojën se sa me thelbin e problemeve ose nevojave, ose kërkesave, ose sfidave që na i kemi përpara, se qysh duhet me ishtrua ato tek të rinjët, tek ne dhe tek që kjo hapësira e dialogimit publik që është tepër e rëndësishme për krejt fenomenet. Ne nuk kemi qysh me mshef gjykatën speciale, as për fëmijëve, as për trive, as për vetës, sepse kemi themelu vetë, vazhdoj me e thonë, me ballhapur për idenë se çfarë përfaqësojmë si popull dhe si UÇK, sepse ne kemi qëndruar për t'i mbrojtur shtëpitë tona, njerëzit tonë edhe jetën tonë. Nuk kemi shku me cënu as kendas në Serbi as dikun tjetër. Por dhe kemi besu në drejtësi, apo ato që e tha Ismaili, kemi besu që ligjet janë aty për t'u zbatuar, por edhe për t'ju besuar organeve të rendit edhe të ligjit. Gjithsesi,
në këto procese, mendoj që nuk guxoj me leju që historinë me na shkruaj të tjerët, nuk guxoj me leju që fëmijët tanë me pas një anë, me pa një anë të medaljes dhe jo mos me pas njohuri për procese tjera, e as më tepër nuk guxoj me leju që njerëzit me u prek në thelb, në integritet dhe në identitet për atë se çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë dhënë për Kosovën. E tha Ismaili, nëse dikush nuk i pëlqen politikisht, ka vakt mjaftueshëm kur të vinë le t'ja bojnë gjyqin mandin në tjetër formë, nëse kanë argumente, i kanë organet e drejtësisë, le t'i deponojnë. Mendoj që koha kur me një lehtësi, si ta them, të tmerrshme njerëzit etiketojnë këdo, qoftë nga institucionet ose nga jeta e përgjithshme publike, për qefet e tyre, vetëm për shkak të ngjyrimeve politike ose bindjeve të tjera, duhet me u ndalë. Nuk mundemi ne me kësaj lloj lehtësie me gjyku me abu njerëzve gjyqin publik ose gjyqin në shkollë ose gjyqin në shesh ose kudo qoftë tjetër. Nëse kemi argumente, që e qytetaria aktive dhe e përgjithshme që tha Ismaili, nuk është vetëm me demonstru pakënaqësinë në rrugë, është kur ki fakte me i deponu në organet dhe institucionet përkatëse. E jo ti me abu gjyqin një njeriu vetëm se i ka sytë e zije tu ka tek ty me fy. Megjithatë insistoj me mbet edhe pak te kjo tema e NGO-s që e ka organizuar këtë debat, sepse na kena institucionet të sigurisë. Ajo OJQ është e regjistruar me siguri në MAPL, është ministri që i certifikon ose ja vjep atë lejen, certifikatën. A dohet të merren institucionet të sigurisë me këtë OJQ, edhe në qoftë se ajo i ka tejkalu rregullat e lojës të cilat janë të parashkruar në statut, të i revokohet certifikata edhe të dihet rrjedhimisht ka ardhur, sepse zanafilla problemit me ne është këtë OJQ-ja, aja që e solli në shkollë, sepse në shkollë mund të sillet si diçka që do të flitet për gjykatën, edhe rrjedhimisht brenda për brenda mund të jetë ajo si tema kryesore ose bërthama e këtij gjës. Nuk e dim nana, nuk e dim as çfarë projekti është ai, se kemi pa, domethënë nuk e dim, por megjithatë që po ja lu rastin sipas informatave që i kam është OJQ që e ka organizuar këtë gjë. Jo, na e dim që OJQ e ka organizuar. Nga Kosova. Si përmbajtje çka ka. Në 3-4 faktorë aty spaku publikisht të përfolur është ambasada e Zvicrës, organizata edhe pjesëmarrësit folësit prej gjykatës speciale. Do të thotë dhe kjo anomali futet mbrana terrenit totalitar, sepse pse po të vim pedagogjia për me shpërndarë një propagandë, për me shpërndarë një PR të një sikleti që nuk hajonin kuptimin e imazhit që e ka kriju vetë ajo gjykatë. Do të thotë çfarë apetite do të ketë një gjykatë që të dërgojë njerëz në për shkolla ku ata janë nër 18 vjet, që t'ja ligjeroj punën e tyne këtë rast. Do të komplet është shqetësim edhe është skandal. Mandej edhe kjo pjesa sinqerore përgjithësive, tashmë të shpërndame edhe të gjujtur herë me një në anë edhe tjetrën, mendoj që duhet të përflitet mrena dozave normale, pa e dhanë gjyrime patetike, se dikush edhe mund të gaboj, edhe atë hapësirë duhet ta lëmë, po me kthy në kontekstin që hajde na po dojmë unë Eliza dhe ti me ligjeru guerilën në shkollat e Zvicrës. Po e nëzonë.